Mirë, ne rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit të ditës. Ditët kalojnë dhe çdo ditë më shumë afrohen zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ka të paktën një debat shumë të madh i cili lidhet patjetër me mënyrën se si do të zhvillohen këto zgjedhje, një debat i cili ka nisur që prej zyrtarizimit të fletës votimit, fleta e madhe me përmasa të mëdha të cilën ju e keni parë në edicionet tona informative, por e keni parë edhe për shkak se vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka vendosur në dispozicion mënyra se si do të votohet, vota e diasporës, por dhe ndalemi edhe tek mënyra se si do të zhvillohet kjo fushat zgjedhore për parlamentarët e 11 majit 2025. Për këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë me të ftuarin ton, me mikun e hapësirave informative si çdo të diel me avokatin Altin Goxhaj. Avokat, përshëndes, falenderit që je sot në studio dhe jemi së bashku pas një kohe të gjatë. Më ke bërë mungesa? Unë nuk kam bërë mungesa, po ashtu ka qenë korespondenca kohore me gazetarin në orën 4:30 ditës diel. Vetëm një herë kam munguar dhe me thonë drejtë, ajo arsye që mungova ishte objektive sepse ishte pamundur të bëj një qendrim për diçka që nuk e dinim, ishte momenti i regjistrimeve. Pa marrë një vendim të qartë çfarë të thoja unë emision. Avokat, tashmë janë zyrtarizuar të gjitha listat, janë zyrtarizuar emrat e kandidatëve të cilët garojnë për deputet në zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025, por dua të ndalem dhe ta nisim këtë hapësirë tonën së bashku me një reagim tuaj, me një reagim të fundit që lidhet me mënyrën se si t'i zgjodhe që të ishe pjesë e listave të Partisë Demokratike. Pra në listë të hapur. Kur je pyetur nga kolegë të tjerë gazetar, ke mbajtur një qëndrim i cili më ka pëlqyer. Nuk jemi kollovar në Partinë Demokratike. Është zgjedhja jonë për të hyrë në listë të hapur dhe për të përballur me qytetarin, për të përballur me votën dhe gjithçka tjetër që duhet për të bërë pjesë e parlamentit. Dua ta nisim së bashku. Unë në fakt të bëja një riformulim të fjalës Partia Demokratike me Aleanca për Shqipërinë Madhështore që do të shtuar, sepse ky është një koalicion. Këtu është një parti. Partia jonë është partia më e re në historinë e Shqipërisë, në kuptimin e regjistrimit si një parti me emrin Aleanca Konservatore për Shqipërinë. Është muaj të shkurt si dokumentacion, por ka hyrë në fuqi në muajin mars. Dhe kjo është partia, si thush, që ka bërë dhe korrigjimin e dhënave në KKZ, ku tashmë ne jemi Aleanca Konservatore për Shqipërinë, parti e re. Një parti e re duhet të jetë me këmbë tokë kur futet në zgjedhje. Dhe ne kemi një kandidat që jam unë në Tiranë, që është zona e vetme ku luftohet për mandate të asaj që quhet elektorati gri, për faktin se nga gjitha sondazhet, nga gjitha dhënat dhe nga gjitha eksperiencat zgjedhore përcaktohet që Tirana, për shkak të mënyrës se si kanë funksionuar gjithmonë zgjedhjet, duke pasur 12 mandate të mbyllura dhe 12 mandate të mbyllura nga PS dhe PD-ja, që i bie të ngelin rreth 13 mandate në listat e hapura, për këtë lufton gjitha partitë. Edhe Partia Demokratike edhe Partia Socialiste, me koalicionin e Partisë Demokratike, pretendon të marrin më shumë mandate mbi 12 në saj listën e hapur. Po ashtu, me listë mbyllura po të hapur, partitë e vogla pretendojnë të kenë mandate këtu. Pra këtu gjithë betejë në thelbin e vet, në totalin e vet bëhet diku ke 7-8 mandate. Për 7-8 mandate po luftojnë të gjitha palët, PS, PD, sepse diskutohet që rreth 29 mandate, 5 mandate plus 12 që kanë dy partitë, këto dy partitë do i ndajnë me çdo kusht. Pra nuk ka diskutim që këto do i marrin. Pra këtu bëhet një betejë për 8 mandate. Partia jonë po të futej në një koalicion tjetër apo në një formacion tjetër, thjesht do të krijonte një problem shumë të madh teknik me atë që quhet finalja. Nëse do të futeshim vete, do të pyesnin njerëzit, po mirë, votat tuaja ku shkojnë? Dhe ti do të thoje, po vijnë ke ne. Po nëse ne nuk prodhojmë mandate në Durrës, në Shkodër, Vlorë, se ligji thotë duhet të shkosh çdo qark të kandidosh. Këto vota çfarë prodhojnë? Këto vota shkojnë dëm. Dhe sipas ligjit tonë zgjedhor, këto vota mund të marrë dhe Ramën pushtet. Për shkak se ai mund t'i llogarisin, KQZ-ja sipas formulës matematike, këtë mbetje minus të rrisi mundësi që të marrë më shumë mandate PS-ja, sepse partia e parë ka privilegj gjithmonë. Dhe ne e dimë shumë mirë që sa do të përpiqemi koalicione të tjera, PS-ja ka një lloj avantazhi për shkak të makinës shtetërore. Dhe për shkak se është 12 vite në pushtet. Po ja, mund të them unë tani ikim bashkë në periferitë e Tiranës, në fshatra. Atje sikur është një vend i pushtuar.
atje PS-ja kontrollon gjithçka. Në zonat periferike të Tiranës është si thosh një parti shtet që sundon atje. A nuk është e kundërta e qëndërzuar apo? Jo, atje ka një pushtet absolut, pushteti partijak, sepse atje I kontrollojnë ata me gjitha mjetet. Pra nuk është se e duan PS-n, thjesht janë të kontrolluar. Është si thosh si me qenë në vitin 89, 90, në partinë shtetë Shqipëri. Ky fenomen bën që edhe në Shqipëri ne të kemi situata të tilla, ka qytete të tëra të cilat janë shpopulluara totalisht. Dhe shteti është gjithçka atje. Për pensionet, për asistencë sociale, sepse për punësimin shtet që është më e rëndësishme, që mbulojnë gjithë zonat. Pra kemi të bëjmë thosh me një realitet që duhet të jemi realist. E para, e dyta, ne na është ofruar mundësia që të ishim edhe në një skem për të garantuar partitë tona që të jenë parlamentare, që të marrin atë buxhetin e shtetit etj. Ne mund të kishim një deputet PD-s I cili në listat e mbyllura mund të futemi logon tonë. Kjo ka qenë arsye që unë kam dhënë deklaratën publike që ne nuk kemi parti kollovare, që të futemi si kollovar në këto lloj gjërash. Ne kemi dalë në fushë betejë. Unë kemi përdorur dhe një shprehje të cilën ka të bëjë me pozicionin e betejës elektorale. Gradat fitojnë luftë në fushë betejë. Ne kemi dalë në fushë betejë. Të provojmë veten sa vlem, mbi të gjitha të kuptojmë a jemi ne një alternativë për shqiptarët. Aq sa mund të jemi. Ne besojmë që jemi, por testi elektorale përcakton. Absolutisht. Dhe vetëm mënyrë është të jesh në listë hapur. Aty ti siguron vota, dhe ato vota tregojnë se çfarë peshë ke ti realisht në elektoratin shqiptar. Sepse në këto momente të gjithë qytetarët, të gjithë individët se cilët do të votojnë do të fokusohen patjetër ke listat e hapura, se lista e mbyllur është janë deputetët e sigurt që do të jenë në parlament, po. Dhe unë do të shpjegoj pak publikut. A do të jetë Altin Goxhaj në parlament pas 11 majit dhe shpresoj. Unë jam diku po të numërosh ke kolona e parë, unë I bie rreth numrit 12 në mbiemër, sepse është bërë me rënd alfabetik mbiemrin. Problemi qëndron që është e kollaj që ti të marrësh grada para lufte. Domethënë ta marrësh një mandat në atë formatin që një deputet I PD-s vendos logon tënde, mas vetes vetë, siç e kanë bërë palli kombëtare shumë parti tjera. Po më fal, po gradat e vërteta fitojnë luftë. Ato lufta e ata që lufton. Po, do ishte gjë më pa sens, më pa kuptueshme. Jo se dua të bëj qefi, por e ke treguar këtë gjë prej vitesh. Dhe të mos luftojmë ne, të marrim dekorata parë, ato nuk janë më dekorata, janë bizhu. Po ta kapësh, që ti shet më të kot me familje që s'e ke. Ndërkohë që po të shkosh në betejë fiton. Mund të humbasësh, këtë përcakton elektorati. Pra ne jemi në duart e qytetarëve. Nëse ata duan të kenë një deputet si unë në parlament, mund mendoj që kam arsye që të jem. Mendoj që ata kanë arsye të më kenë mua atje. Arsyeja më e thjeshtë që mund të ishte të kishin mua atje, mund të ishte pak banale. A do humbisin ata shansin të kishin mua përballë Ramës në parlament? U kam dalë me shpac, me molotov, me shar, në mesazhet publike. Së fumi me shar. Po me mesazhet publike. Po shiko, ke një objekt që se ke marrë sot me vete, është shara. Shara. Ishte thjesht çështje pune. Sot ne duhet dorëzonim në kolegjin zgjedhor, në ditë diele që gjithë postat janë mbyllur, gjitha zyrat janë mbyllur, po ne na vuni afat që do të ishte sot. Duhet çonim një ankim për formatin e fletës votimit, atë që ju e diskutuat pak më parë, sepse ne ishim në kas. Ka qenë diçka një nga ato fenomen që ka ngjallur një debat për shkak të përmasave shumë të mëdha. Gati ata të cilët merren me satirën e kanë konsideruar si një çarçaf. Po, nuk është e vërtetë kështu. Gjithmonë kjo fletë është sa çka fletë të tjera dhe vitet e tjera, A3. Dhe më përpara ka që fleta A3 e përdoruar. Fleta A3 që ata kanë vënë shumë e vogël për 37 shumëzim për 11. Vetëm emra. Sepse këtë herë duhet me emra, pa numra. Po. Ne ankimuan për numrat, po ata refuzuan, thanë që ngatrohen njerëzit me numra. Dhe faktikisht mund të ketë një farë logjike që për shkak se ti mund të thuash votoj njëshin, po unë jam 12, një 12, 12 njëshi, bëhet një lëmë që kakofoni e madhe. Më kupton midis. Ndërkohë kur është emri, njerëzit e kanë më të qartë. Po emri shqiptarit është mësuar që në klasë parë fillore që fillon me alfabet. Altin, Alban, Abdurrahim, AB, AD, Adrian, më kupton, është alfabeti që e përcakton emrin. Në ligjistin tonë shkollës, ti ishe në klasë parë, si ishe rreshtuar emrat, filloshte nga A-ja, ke e fundit, më kupton ke Z-ja. Pra, ne jemi mësuar me emrin alfabetik, jo me mbiemrin alfabetik, si radhë. E di pse përdorim në mbiemrin alfabetik, e përdorim ke lista e votuesve, që ne të gjejmë antarët e familjes. Pra, ti fillon me Goxha dhe unë gjej aty gjithë antarët e familjes. Më kupton logjikën. Domethënë, koncepti është që ne përdorim mbiemrin në një tabelë që të gjejmë antarët e familjes. Por për të gjetur njërin ne përdorim emrin.
Dhe në këtë fletë votimi, kjo do jetë një gjë e vështirë. E dyta, e kanë vendosur emër mbi emri që ti hajta gjesh se ku fillon mbi emri. Pasi është zigzag procesi. Një emër i gjatë, një emër i shkurtër. Më kupton? Kur i vjen pas mirë. Dhe ne kërkuam thosh që ose të vendosësh rendja alfabetik i emrit, siç e ka tradita jon, ose të paktën mbi emrit ishte me kollon drejt. Dhe ajo që ishte e rëndësishme dhe madhësia gërma, ishte 12. Ne e dim që në botën e imazhit të faqoses si quhet, gërma 14 është ajo që quhet e theksuar, që të lexohet. Kërkuam që mbiemrat ishin bold, që të bësh dallim, që të kuptohesh, sepse ti në zigzag hajta gjë se ku është. Ne kërkuam që gjëja më e rëndësishme në këto fletë votimi është rreziku që kanë fotot e pavlefshme. Pra ne mund të kemi në Tiranë një rrezik gjigant votash pavlefshme për shkak se një kuadrat. Që vjen si pasojë e kujt? Kuadrateve të çekimit, që do vesh votën. Janë gjithë me gjithë. Sa kollaj shkosh ke kuadrati tjetër kur dush. Bën një kryq, zbret poshtë, më kupton logjikën. Bën një vizë, hajta gjeshti ku doli. Domethënë, këta kanë ndërtuar një fletë votimi që të prodhojë sa më shumë fletë votimi të pavlefshme ke ajo që quhet lista e hapur. Dhe për hir të së vërtetës, ankimimet që keni bërë ju si individ, por njëkohësisht edhe si kryetar i Aleancës Konservatore për Shqipërinë, kanë qenë ankimimet më të shumta të paktën që prej momentit kur janë zyrtarizuar si lista apo që momentin kur u regjistruat si parti dhe kam përshtypjen edhe ata të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë duke u kënaqur se kanë përshtypjen s'ka shumë ankesa nga partitë e tjera. Stafi është i mërzitur, komisioneri është i mërzitur, kurse Kasi është i kënaqur. Kasi thotë që të paktën bëjmë një debat që ja vlen për diçka konkrete, që ja vlen si logjik. Kurse këta të KQZ-s janë shumë të shqetësuar, për shkak se sipas unë i pengoj në kohë, sepse duke u marrë me vonesat e fletës votimit, me pajisjet e votimit, ata thonë po na pengon. Ndërkohë unë them, ju nuk keni arsye të pengoni, bëjni siç duhet gjërat. Është shumë e thjeshtë. Dhe kur më pyeti një antar i Kasit, pra Këshillit të ankesave, të Komisionit të ankesave dhe të sanksioneve, zoti Ilir Usmajli, çfarë mendon ti se ka pas në mendje parlamenti, pra deputetët, kur kanë sjell këtu kodin zgjedhor me përcaktimin që partitë kur ja sjellin emrat e deputetëve, KQZ-s, ja sjellin në formën e mbiemrit si alfabet. Pra, mbiemri nis alfabeti. Ne thashë, gjithë kodin zgjedhor është e përcaktuar qartë që ata po flasin për procedura burokratike digitalizimi, që ka të bëjë me burokracinë institucionale, s'ka të bëjë me votuesin. Ata po tregojnë si do t'i mbledhësh ti dhënat. Dhe ai thotë si partia do ja çojë KQZ-s dhënat nga partia ke KQZ-ja. Që do thotë kjo nuk ka të bëjë me fletë votimit, kjo ka të bëjë me renditjen që bën partia për t'ia bërë këtyre më thjesht të dhënat. Por i thash, në kodin zgjedhor nuk thuhet në asnjë vend që duhet rendje alfabetik mbi emri. Pra nga e shpikët ju, nga e nxorët, nga doli kjo historia që do bësh rendje alfabetik me mbi emrin, kur shqiptarët kanë një jetë që të vegjël 100 vjet që përdorin emrin si rendje alfabetik, jo mbi emrin. Pra është në kulturën tonë ta gjej nga emri dhe gjendet kollaj. Hap fletën aty, shef kollon e parë dhe thua po, nga A-ja ke Z-ja, gjen aty që do. Dhe unë i thash, po kam dhe një mendim, i thash unë, subjektiv për këtë gjë. Edhe ato ata ngecën. Thash unë, mjafton të shohim kush është i fundit ke Partia Socialiste. E di kush është i fundit? Ai që ka bërë gjithë këtë gjë, Fatmir Xhafa. Fatmir Xhafa, që të jetë i dallueshëm në një fletë votimi, që s'ka numra, që ka vetëm mbiemra, ka vetëm një opsion, të jetë rendje alfabetik nga mbiemri. Pra të gjithë të renditje alfabetike nga mbiemri e ka bërë Fatmir Xhafa vetëm për interesin e tij. Dhe këta gjithë tjerët heshtin. Ndërkohë që unë besoj që fleta e votimit duhet të ishte me rend alfabetik nga emri dhe e dyta duhet të jetë më e madhe në lartësi që kuadratet janë larg kuadrateve. Kur ti merr lapsin, se lapsi një burr i moshuar, një zonjë moshuar, një çuneri, kur vendos kryqin, të mos ja preki se lapsi kryqin më poshtë. Sepse fillon grushti, pastaj ke. Se do të quhet e pavlefshme në këtë rast? Sipas tyre ne kemi një udhëzim thonë ata që kanë pas gjithmonë. Po. Që zemra e kryqit ka rëndësi. Zemra e kryqit. Pra kur e vendos ti, pika ku bashkohen dy vizat. Problemi është ne nga eksperjenca kemi parë lloj shënimesh në kryqëzim. Pra dikush me vizë, dikush me V, dikush me kryq. Kemi pa të gjitha format. Kur ai e vën V, a është e vlefshme vota? Po ku quhet kryq? Mos quhet pika fundit e V-s? Po kjo mos bie ke kuadrati tjetër. Pra ne jemi në një situatë që duam të edukojmë publikun për 40 ditë, që të shpikin një mënyrë 3 votimi, dhe këtë e bëjmë vetëm që Fatmir Xhafa të jetë i fundit ke lista e PS-s. Pra është bërë lëmsh gjithë dynjaja vetëm për Fatmir Xhafa.
E kuptoj. Ndërkohë, avokat, në momentin kur po të shpalosja pikat kryesore ku do të ndalet shim për gjatë kësaj hapësire, më the Albit, lutem, do më lesh një pikë tjetër të cilën do t'ja shtoj unë hapësirës. Për çfarë bëhet fjalë, sepse më thënë që do të jetë një lajm i bujshëm. Është një lajm i tmerrshëm, është një lajm kriminal, është një situatë që tregon pse duhet të zhduket një herë e përgjithmonë Edi Rama nga politika shqiptare. Pse duhet të rrëzohet kjo qeveri? Sot BBC-a ka treguar që kryeministri i Anglisë është duke negociuar me Edi Ramën, që Edi Rama të bëjë atë që bëri me Italinë ta bëjë edhe me Anglinë. Dhe kjo tregon do bëhet edhe me Austrinë edhe me Hollandë. Çka do të thotë? Shqipëria koshi i plerave të Europës, jo në kuptimin e ofendimit të njerëzve, se nuk do ta bëj këtë gjë, por është një lloj koshi plerash për të gjithë të papranueshmit e Evropës, të sjellin gjithë Shqipërinë. Rama është një marrëdhënie shumë të rrezikshme me Amerikën dhe duket në fytyrën e tij të vlerosur se sa keq i ka punët me Amerikën. Dhe po të shohësh gjithë mediat e Edi Ramës në Tiranë, nga mëngjesi deri në darkë, që kur dështoi darka e Miniut, ftesa e tij për darkën e Miniut, ka filluar një vrerje jashtëzakonshme ndaj Donald Trump. Kjo tregon që kemi një luftë. Atëherë Rama kërkon aleat në Europë. Kryeministri anglez, britanik, kërkon që të sjellin në Shqipëri, marrëveshje me Edi Ramën, 10.000 afrikanë sirian. Pra sërish të migrantë të palishëm, të papranuar nga Anglia, të përzën nga Anglia. Ashtu siç po ndodh edhe me Italinë. Fiks. Po me Italinë nuk është duke ndodhur diçka konkrete se ka 3 herë 4 herë që i sjellin dhe i kthejnë sërish. Po, në Itali ka i problem. Gjykata italiane pengon Meloni, jo se nuk vinë këtu, po nuk i lënë gjykatat. Kurse ky është i majt si kryeminist. Më kuptove logjika. Pra një kryeminist i majt po bën atë që bëri Meloni e djathtë. Këtu gjykatat në Angli janë dakord dyja palët. Më kuptove logjikën. Pra ky është një lajm ende i pa konfirmuar, i konfirmuar, BBC në kuptimin e marrëveshjes, pra marrëveshja s'është ende e konfirmuar, nuk është bërë marrëveshje, në diskutime, në negociata. Dhe kryeministri ka thënë që unë po negocioj me Ballkanin Perëndimor. Ne u interesuam për rastin e Maqedonisë, Malnezi, Kroacinë, Serbinë dhe nuk kishte asnjë shans të kishte ndonjë lidhje me këtë gjë. Pra ku ti ngelet ata që kanë kërkuar gjithmonë. Ata që e bën. Të tjerë se kanë bërë me Italinë apo. Avokat, mbaj mend kur vetëm pak muaj më parë kur rodhën fjalë që do të kishte po një marrëveshje si ajo me Italinë edhe me Anglinë. Kryeministri Rama e ka mohuar kategorikisht dhe ka thënë që nuk jemi në asnjë lloj diskutimi apo negociate për çfarë është të folur lart e poshtë nëpër media të ndryshme. A mendon se ka bërë një kthes kryeministri Rama në të menduarin, në mendësinë e tij për pranimin e emigrantëve të tjerë nga vende të tjera të Europës? Mendoj që Rama ka humbur mundësinë që të merret seriozisht nga shqiptarët kur thotë nuk është kështu, po është ashtu. Sa herë ka thonë të kundërt? Pafundësisht. Sa herë ka thonë po, pastaj ka thonë jo, pastaj ka thonë prapë po, pastaj ka thonë prapë jo. Rama nuk është një person që mund t'i merret një deklaratë e tij seriozisht kur thotë nuk është e vërtetë. Sepse pikërisht kur ai thotë nuk është e vërtetë, atë moment e dyshojmë që është e vërtetë. Sepse ka jep prova çdo ditë për mënyrë se ai gënjen hapur për çdo gjë. Domethënë Rama nuk është një kriter i së vërtetës për ta marrë në konsiderat që ai thotë që e ka thënë. Unë po t'u jap një lajm, është BBC. Ju dini që BBC është një media e cila kur citon ngjarje politike dhe merr në konsiderat se çfarë po negocion qeveria angleze, është e para informuar në botë. Për shkak të më madhe. Jo, po është edhe anglisë, është e qeverisë. Pra nuk është një agjenci e pavarur. Është lidhur pra kur ajo thotë qeveria jon po negocion, ajo e di këtë gjë. Të tjerët mos e dinë, po ajo e di. Pra kur thot BBC-a këtë gjë, më beso mua, jam bashkë me qeverinë. Pra po flet se po flet zëdhënësi i qeverisë. Pra kjo është e konfirmuar. Tash pyetja është, në Ballkanin Perëndimor, mos kemi gjë Malnezi s'pohet fjalë. As që shkon në përmend për shkak të edhe të ekonomisë turistike që ka dhe të gjithë historisë që kanë këtë gjë. Kush është Serbia? Po ta harrojnë shqiptarët se mund të ketë budallë serb ta bëjë këtë gjë. Kush të fal atje, aty të dalin rrugë. Kush është Maqedonia? Po s'kan shans. Maqedonësit kanë një situatë të ndërlikuar të dy etnive, shqiptarët dhe slavët, që fakt për mua janë të dy palë shqiptarë, po thjesht kanë ndryshuar vetëm feja e bën dallimin dhe kjo ka sjellë dhe në një farë mënyrë të gjitha rrugët të çojnë shqiptarët. Maqedonia. Vetëm pak bullgar ka diku aty, pak grek ne dhe pak serba në lart. Do të ajo është popullsi e asimiluar shqiptare me besim fetar ortodoks, që prezantohen si slav. Koncepti është që atje s'bëhet fjalë. Atëherë kush ngeli Kosova?
Gjithë e dinë që Kosova s'është fare pjesë e këtij diskutimi. Për shkak se Kosova gjithmonë një zonë e sigurt për mos pas dhe për stabilitet rajonal. Pra është Shqipëria. Kush është personi që ka bërë një marrëveshje të tillë me Italinë? Edi Rama. Kush është lajmi që ka dalë vite kaluar që diskutohej në gjithë Europën për këtë gjë? Edi Rama pra. Pra ne jemi përballë një fakti që Edi Rama për të shpëtuar ç'të mundet, për të marrë suport në kombëtar, është gati të shesë çdo copë Shqipëria. Është gati të bëjë çdo lloj gjë dhe shqiptari më pro-Rama, më anti-Berisha duhet të kuptojë që këto zgjedhje nuk diskutohet si do qeverisë një rapal. Këto duhet zhduket nga menjëherë nga drejtimi i këtij vendi, ky njeri që është kaq i rrezikshëm për Shqipërinë, sepse familja Soros që po realizon atë të shpopullimit, me këto lloj zgjidhjesh jep dorë më finale Shqipërisë. Dhe për të përmbyllur bisedën dhe hapësirën së bashku, avokat Sekoa fluturon pa e kuptuar. Kemi nga njëra anë Partinë Demokratike, Aleancën për Shqipërinë Madhështore, pra koalicionin me në krye Partinë Demokratike, që thotë se kjo aleancë do të triumfojë pas 11 majit për të risjellë dinjitetin, nderin dhe gjithçka tjetër në programin e saj elektoral, por edhe premtimet e saj. Nga ana tjetër kemi një personazh si kryeministri i vendit Edi Rama, i cili po le 12 vite qeverisje dhe pretendon për një tjetër mandat 4 vjeçar dhe motoja e tij për të fituar mandatin tjetër 4 vjeçar është Shqipëria në integrimin e saj në Bashkimin Evropian dhe dora pra peshqja e famshme e këtij momenti që po bën një bujë dhe një xhiro shumë të madhe në rjet. Por nga ana tjetër kemi edhe ai dora e mjaftit, mos harro. Mirë, pastaj se nuk dua të hyj këtu se do ndalemi në një debat tjetër më të madh dhe nuk të mbaj dot që të mos flasësh. Dhe në vazhdim të gjitha këtyre premtimeve, avokat, kush do të triumfojë? Unë jam i bindur që e vërteta e madhe kësaj pyetjes tënde nuk fshin sondazh. Sondazhi janë një proces manipulimi që erdhi për herë të parë në Shqipëri nga Erion Velia në 2005 me Gallup Foundation. Gjoja sikur të bësh një sondazh të kombëtar ishte manipulimi plot dhe doli manipulimi plot. Dhe këtu filloi për herë të parë në Shqipëri historia e manipulimit në sondazh, që solli Sorosi dhe mjafti në Shqipëri. Dhe gjitha sondazhet që unë shoh janë pjesë e manipulimit të opinionit publik, sepse unë i kam parë se si funksionon mekanizmi i bërjes së tyre. Sa që bën në Facebook bën duke i çuar në WhatsApp kandidatët, më votoni mua, që mos se kurrë gjë kaq shumë tut, sepse nuk dua të prish pikërisht bukurinë që ka një betejë ndershme në një situatë të re, mas 34 vjetësh pislloku në Shqipëri. Duhet të hysh me moral dhe me standard. Dhe unë besoj që e vërteta që fshihet në këtë pyetje ka të bëjë me një elektorat që quhet gri në përgjithësi, i cili si thosh do ketë përballë këtë ditë. A është e fokusuar Aleanca Konservatore për Shqipërinë tek elektorati i gri aktualisht? Pikërisht do thoja që ne kemi 3 pika që mendojmë që është një arsye që ata të kenë një përfaqësi të re. Dhe jemi ne përfaqësia e tyre. Pavarësisht dikush thotë votojmë Altin del Berisha. Jo, nuk është mashtim, është gënjeshtër. PD-ja ka 12 mandate. Me aleat pa aleat i ka 12. Po. Pra lut për listën e hapur. Pra kush voton Altini, voton Aleanca Konservatore. Pra na voton ne, nuk voton njëri tjetër. Sepse ju keni hyrë në këtë koalicion si aleat. Ore, mjafton të shkruash vesh i kryq ke Altin Goxhaj dhe ke marrë punë me votën tatë. Më kupton logjikën. Nuk e merr PD-ja, e merr koalicioni, por i llogarit vetëm partisë tonë, Aleanca Konservatore. Pra, kush nuk do me votu PD-n, mund ta votojë ne. Por do të na votojë gjithëve për të shtuar votat për të gëzuar Ramën. E vetmja listë që prodhon vota për të gëzuar Ramën është vetëm lista e koalicionit me PD-n. Këtë duhet ta shpjegoj. Pse? Sepse është vetmja listë që është në gjendje të maksimalizojë votat e shqiptarëve drejt mandateve. Pra, se ky është ligji elektoral që kanë, e kanë kush e kanë bërë kush e kanë bërë, kanë shit se kanë shit. Ne jemi sot para zgjedhjeve, nuk kemi kohë të diskutojmë më, pse ka filluar loja. Hajde diskutojmë si u vendosën. Ka filluar fushata. Prandaj po them. Dhe duke qenë se loja ka filluar, këtu diskutimi është. Vota jote ku vlen më shumë? Vlen aty ku rrezon më shumë Ramën, apo jo? Dhe rasti im, Altin Goxhaj, në këtë lloj liste është shans jashtëzakonshëm për gjithë shqiptarët që të votojnë një parti konservatore nga ato të modelit djathtë evropian, jo nga ato të qendrës, jo nga ato të majta. Dhe kjo votë është ekskluzive vetëm për ne. Vërtet i llogarit të koalicionit. Më kupton të madh. Por kjo është votë për partinë tonë. Që do thotë është votë tamam për elektoratin ngri. Por vetëm vend që kjo votë të maksimalizojë mandate, pra të nxjerrë mandate, është vetëm koalicioni PD. Pse? Se ky është ligji elektoral. Ti jep me një parti tjetër,
Do duhen shumë më tepër vota për nxjerrje mandat. Këtu duhet më pak vota për nxjerrje mandate. Pra këtu Rama humbet më shumë mandate në luftë me ne. Ke ne vota ka më shumë vlerë se kudo tjetër, sepse ke ne maksimalizon më shumë peshën e votës shqiptarëve për të rrëzuar Ramën. Të marrë dikush lapsin dhe letrën, të bëj llogarit dhe unë si tush heq dorë, nëse kanë futur kot për këtë gjë. Që këtu shtohet mundësia. Dhe nuk më the kush triumfon? Unë shpresoj, jo, unë nuk mund të bëj si këta që e dim, fitojmë ne, fitojnë ata. Ja, nuk s'po ta themi. Si një personazh që ka studiuar për shumë vite politikën, është fyerje për qytetarët. Atë e din vetëm ata. Vota është e fshehtë. Ti thuaj qytetarë, fitojmë ne, po mirë më thot, kaq arrogant jeni me ne që thoni fitojmë ne, se kështu thonë gjithë, fitojmë ne. Unë ne filloj fushatën këtë javë të prezantimit tim, se njerëzit nuk e dinë ende që unë jam, që kena parti dhe që jemi në listë dhe ku jemi. Më thua di një pjesë, po jo masa e votuesve në qarkun Tiranë. Dhe unë e kam sloganin kështu, pse s'duhet të votoni mua? Jo pse të votoni. Pse nuk duhet të votoni? Aty ta kuptojnë arsyeën pse duhet të votojnë. Ke teksti i pse s'duhet të votoni. E kuptoj. Dhe ajo që po them është arrogante sjellja përgjithsisht e partive politike dhe kandidatëve sidomos kryetrive, ndaj popullit trajtojnë si dele, i trajtojnë dhe prindërit e tyre. Sa harroj këtë javë kur u tha, kemi vënë prindërit tanë si simbolik që po heqim të vjetrën e po sillim të rren. I marrim prindërit dhe i hedhim në kosh. Kështu thoshin këta kandidatë kaq arrogant janë dhe kaq paturpja dhe kaq sjellje kanë ndaj prindërve. Unë ne respektojmë prindërit, pika parë. Ajo që ka rëndësi për gjithë qytetarët që na ndjekin është të kuptojnë vetëm fjalin. Në këto zgjedhje nuk po diskutojmë se sa mirë do qeveriset. Po diskutojmë të shpëtojmë Shqipërinë nga një e keqe, sepse parimi është më mirë një demokraci e keqe se një diktaturë e mirë. Se shqiptarët nuk kanë më shpëtim. Dhe çdo vot për Altin Goxhën është një vot për të ngritur një komision për pandemin, kush na i vrau prindrit, çfarë po kanë prodhuar vaksinat, çfarë lëvizin qell aeroplana apo nuk lëvizin dhe gjithçka tjetër për transparencë me publikun dhe të marrim mirë vesh a na i vranë apo jo prindrit me protokollet e PBSH-s, sepse do kërkojmë kompensim financiar për çdo familje të prekur nga pandemia. Dhe kërkojmë në OBSH parat e vdekjeve të shqiptarëve, se ato janë vrasje, edhe ke Pfizeri për viktimat e tyre. Ke ne po na votuan do kenë mundësinë që të kenë një komision antisorës, të marrin vesh çai kanë bërë Shqipërisë gjithë këto vjet. Gjithë e dinë që përveç Altin Goxhës, as komision pandemisë dhe as komision antisorës s'ka kush ta bëjnë atë parlament përveç Altin Goxhës. Që do ata kanë shansin që me votën e tyre të kenë peshë shumë të madhe ajo votë, por nuk shkojnë për Partinë Demokratike, votat që merr Altin Goxha. Shkojnë për Partinë Aleanca Konservatore. Pra, populli shqiptar që nuk do Berishën e ka mundësi, mos thot do ikë këto partitë e vogla. Vi këtu, pse? Se këtu vota e tij nxjerr peshë kundër Ramës, nuk nxjerr dot kaq shumë sa kene në asnjë rast tjetër. E kuptoj. Të falenderoj shumë që ishe sot në Fox News dhe të uroj patjetër sukses. Faleminderit. Ne shkëputemi në publicitet.